Licencimi i Jetbank, institucioni të parë financiar digital në Shqipëri, është bërë duke ngritur pikpyetje serioze mbi standardet e verifikimit dhe integritetin e procesit. Alarmi është ngritur nga deputeti i Partisë Demokratike, Belin Kolliçi, i cili ka publikuar dokumente zyrtare të Ministrisë së Brendshme gjermane që hedhin dritë mbi kërcënimin serioz të sistemit ton bankar nga licencimi i Jetbank për shkak të personave që fshihen pas këtij projekti. Sot po publikoi dokumente zyrtare të Ministrisë së Brendshme gjermane që hedhin dritë mbi kërcënimin serioz të sistemit ton bankar nga licencimi Jetbank, ku një zinxhir marrëdhëniesh mes disa individësh nuk mund të trajtohen më si rastësi administrative. Sipas tyre, shtetasi Oliver Hammer është drejtori menaxhuesi i kompanisë GRF Europe, e cila operonte për llogaritë e kompanisë Forex FX në pronësi të shtetasit izraelit Gal Barak. Ky i fundit i dënuar me 4 vite burgim në Austri, pasi ka ngritur një skemë mashtrimi me call centra me një dëm të vlerësuar rreth 200 milion euro në disa shtete europiane si Angli, Austri, Gjermani, Spanjë e të tjerë. Në një tjetër dokument shihet qartë se Oliver Hammer është edhe drejtori i kompanisë së regjistruar në Kipro, Constador Ltd. Pikërisht kjo kompani është pronare me 71% e Jetbank, të parës bankë online në Shqipëri. Banka e Shqipërisë ka licencuar këta individ për të hapur bankën e parë online në vend, duke ngritur pikpyetje serioze mbi standardet e verifikimit dhe integritetin e procesit. Sipas deputetit Belin Kolliçi, jemi në kushtet kur Shqipëria nga një vend ku lulëzonin call centera që zhvastin qytetarët evropian, do të kthehet në një nyje të pastrimit të parave të përvetësuara. Por më shumë se kaq, pyetja që shtrohet sot nuk është nëse ka pasur shkelje ligjore, por përtej kësaj, apo lejojmë që Shqipëria të evoluojë nga një bazë operative e call centerave që zhvasin qytetarët evropian në një nyje të pastrimit të këtyre parave. Nëse kjo vija alarmi kalon paragim, ky skandal do të përbënte një rrezik të drejtë për besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e vetë sistemit bankar shqiptar. Javët e fundit, partnerët ndërkombëtar kanë zbarkuar në Tiranë, ku kanë goditur disa pika call centeri që zhvasnin qytetarët evropian. Shumë prej operacioneve janë dekonspiruar nga policia e shtetit.